أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falënderimet, lavdërimet për uljet e adhurimet më të sinqerta janë për Allahun krijuesin ton, kurse salavatet, selamet, përshëndetjet, uratat më të përzemërta janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës e cila flet për rrugën e xhennetit. Dietarët islam kanë thënë njën nga format, nga rrugët e xhennetit është edhe el-wafa'u bil-ahdi, mbajtja e premtimit, mbajtja e besës, mbajtja e fjalës. Allahu në Kur'an ka thonë وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Të shpëtuar, xhenetli, janë ata të cilët i ruajnë amanetet, e ruajnë besën, fjalën e dhënë, premtimin e dhënë, ju përmbahen premtimit të dhënë, i ruajnë obligimet e marra përsipër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë wa awfu idha wa'adtum. Kur të premtoni, mbajeni premtimin. Kur ta jepni fjalën, mbajeni fjalën e dhënë. Ata që kur të premtojnë diçka, e realizojnë premtimin e tyre. Ata që e mbajnë fjalën, ata që janë të fjalës, janë të xheneteve të larta. Allahu në vazhdim të ajetit që e citova para jush, që ka thonë që ata që e ruajnë premtimin janë të shpëtuar, janë xhenetli, në përfundim të ajeteve që flasin për besimtarët dhe ata cilët e ruajnë amanetin, ka thonë ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ata cilët e mbajnë fjalën, nuk e thejnë premtimin, janë trashëgimtar të xheneteve, bile të xheneteve më të larta, yerithun al-firdaus, janë banor të xhenetit firdaus, xhenetit më të lartë, më të mirë. Ata që e mbajnë premtimin, dëshmojnë se janë sinqert, edhe dëshmojnë se janë besimtar të vërtetë. Për arsye se Allahu në Kur'an gjithashtu ka thonë wal mufuna bi ahdihim idha ahadu. Ata të cilët e mbajnë premtimin, e mbajnë fjalën, ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Janë ata të cilët janë të sinqert. Kena fol për ata të cilët janë të sinqert që janë banor xhenetit në dersën e kalum. E ata që e mbajnë premtimin dëshmojnë se njëkohësisht janë të sinqert dhe janë besimtar të vërtet. E kundërta e kësaj, nëse na nuk i mbajna fjalë që i themi, nuk jemi të besës, nuk e mbajmë premtimin, e thyejmë premtimin, dëshmojmë se jemi të pasinqert dhe dëshmojmë që nuk jemi besimtar të vërtet. Kot e gënjejna vetin, kot e rajna vetin, vjen xhami, nëse nuk je i fjalës, e gënjen tjetrin, e mashtron tjetrin, nuk e mbon premtimin e dhënë, ti nuk je besimtar i vërtet. Ti nuk je i sinqert. Dhe e kundërta, nëse nuk je banor i xhenetit, je banor i xhehenemit. Allahu na ruaj. Gjithashtu, Allahu në Kur'an ka thonë innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillah. Ata të cilët e mbajnë premtimin janë të mençurit. Të mençurit e mbajnë premtimin e dhënë. E prej premtimeve kryesore është me mbajt premtimin e Allahut, emanetin e Allahut në tokë. Pastaj emanetin
me njerëzit. Pra, nëse na nuk e mbojmë premtimin, e mashtrojmë tjetrin, i premtojmë dhe në fund nuk e realizojmë, dikush mundet me menu që është mençuri ti me mashtru tjetrin, me i bon dallaver tjetrit. Por Allahu po thot, të mençurit janë ata që e mbojnë premtimin. E kundërta, ai është i pamençur nëse e mashtron tjetrin. Është i pamençur, nuk është i mençur. Për arsye se ai ndoshta një matematik të thjeshtë e ka bën për një kohë shumë të shkurtë dhe i del ajo mendon që arriti me mashtru tjetrin me një dallaver me përfitu, por nuk e di se bereqeti do t'i humbet ati njëtën e kësaj bote dhe botës tjetër. Pastaj ka thonë Allahu në Kur'an, ata të cilët e mbojnë premtimin janë banor të xhennetit. Ulaika lahum uqbad dar. Sa shpërblim dhe sa vend të mirë si shpërblim do ta kenë ata të cilët e mbojnë fjalën. Mbojtja e premtimit, mbojtja e fjalës është veti e pejgamberëve të Zotit mandueshëm. Ka ardhur në Kur'an, wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahimi alayhi salam ishte një pejgamber i Allahut i zgjedhur dhe sifat, cilësi prej cilësive të pejgamberit Ibrahim ishte mbojtja e premtimit. Ai i premtoi Allahut mandueshëm që do t'i çojë në vend urdhrat e tij dhe përball çdo vështirësie që i doli përpara, Ibrahimi alayhi salam asnjëherë nuk u tërhoq. Dhe i mbojti premtimet në formën më të mirë, në mënyrën më të mirë të mundur. Derisa Allahu e regjistroi në Kur'an si këshill për krejt neve dhe tha wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahimi alayhi salam i cili e mbojti fjalën. Duke na thonë krejt neve që sa herë që e mbojmë fjalën do të jemi të suksesshëm, sikur se ishte i suksesshëm Ibrahimi alayhi salam dhe krejt pejgamberët e tjerë. Pastaj ka ardhur në Kur'an, wadhkur fil kitabi Ismail innehu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kujtone gjithashtu ka thonë Allahu në Kur'an Ismailin. Ai ishte një pejgamber i cili e plotësonte premtimin e dhënë. Ai ishte pejgamber që e mbante fjalën. Ai ishte pejgamber i pesës, pejgamber i fjalës, pejgamber që nuk e thyente premtimin. Derisa e dini ngjarjen me Ibrahimin alayhi salam që i tha, vepro ashtu siç Zoti i Madhëshëm po t'urdhnon ty, se mu kemë ngjejt prej durimtarëve. Dhe në gjendjen më kritike, Ismaili alayhi salam asnjëherë nuk u tërhoq dhe bëri sabër. Pra edhe Ismaili alayhi salam ishte një pejgamber që Allahu po thot, premtimet asnjëherë nuk i ka thy. Edhe premtimet ndoshta më të rona, gjendjen më të vështirë kur ka qenë, që ndoshta edhe kishte qenë i arsyetuar tek Zoti i Madhëshëm, nëse nuk e mbante premtimin, ai asnjëherë nuk e theu premtimin e dhënë. Prandaj mbojtja e fjalës, mbojtja e premtimit të dhënë është cilësi e pejgamberëve të Zotit Madhëshëm. Dhe ata të cilët e mbojnë fjalën janë të xheneteve, jo xheneteve me shkollë të ulta, për Firdeusi, xheneti më i lartë, xheneti me shpërblimet më të mëdha. Pejgamberi alayhi salam gjithashtu ka thonë hadith, unë do t'i jem armik në ditën e gjykimit. Ati njeriu i cili i premton dikujt diçka dhe pasi që ai ta realizon punën, nuk ja jep shpërblimin, nuk ja realizon premtimin. Paramendoni para Allahut Madhëshëm në ditë gjykimi, në ditë sikletshme, me dole dhe pejgamberi alayhi salam kundër teje. Sepse ne njëtën e kësaj bote, kur të fillojmë mi bo disa gjunohe, fillojnë ato me na u bo sikur normale.
Që detyre ka gjunohi, prodhon gjuna. Se cilit send Allah ja ka dhënë një detyrë. Gjunohi, detyra e gjunohit është me prodhu një gjuna. E ky gjunohi i parë që e ke bëhet normal. Tani fillon me u marr me atë gjunohin tjetër. E ky bëhet normal tani tekni. Qështu është fjallën. Kur ta thejsh fjallën një herë, kur te mashtrojsh dikon një herë, 2 herë, pastaj bëhet normale kjo. Ti nuk e zemo gjuna këto. Edhe fillon me umor me disa gjëra ma të mëdhaja, thot gjunohet e mëdhaja, qëtu janë ma problem. E këto ma e neglizhon krejt. Por, fjurasisht Allahu ka thonë, janë gjenetli në gjenetet më të larta, ata cilët e mbojnë fjallën. Kur ta jepsh fjallën, e mbon fjallën. Pejgamberi alayhi salam ka orë në hadith, sa herë që ka thonë diçka, e ka realizu, ju ka përmbajt asoj. Ne, muslimanët e sodit, që themi se e pasoj Muhammedin alayhi salam, so e mbojna fjallën, so e mbojmë fjallën ne, so i mashtrojmë të tjerët ne, so për pak punë ndoshta, që na del nëj problem, me njëherë e lojmë, pse i kemi premtu tjetërit, e arsyetojmë ato, thëjmë, na dol një problem, s'ka dertë. Cilësi e pejgamberve dhe muslimanit është me u mundu me çdo kusht me realizu fjallën e dhënë. Me realizu me çdo kusht. E ne, këtë botë, njëtën e kësaj bote tash, në këtë kohë që po jetojmë, kohën moderne, kohën tonë tash, nuk e kemi këtë cilësi. Do me thonë nuk jemi musliman të vërtet. Se kemi heq prej matë thjeshtit, e deri te kryetari i shtetit, e deri te hoxha, nuk e kemi, shumë pak e kemi këtë cilësi. Nuk e kemi, premtojmë, nuk i realizojmë. Shpesh herë edhe ndaj evlatëve ka orë në librat islame, dietarët islam kanë thonë, edhe ndaj evlatit, kur i thu diçka, table, bane qëton se table, filan çokoladën ka më table, nëse nuk e mbon atë fjallë, ti i gjunahqar. S'ka muslimani me gëny, heq, asnjëherë. Duhet me mbajt premtimin. Më mirë është të heshtësh, se sa të premtosh diçka e pastaj mos me realizu. Edhe me fillu ti me arsyetu se unë e pata njët qështu, e pata njët për të mire, për nuk ka. Muslimani asnjëherë nuk e bën atë. E ne, sa jemi musliman, matemi përballë mësimeve islame, përballë sjelljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë pejgamberëve të tjerë. Në kohën e Umerit radiallahu anhu, ishte një njeri i cili me devën e tij kulloti tek një person tjetër pa leje. Dhe kur erdhi ai person pronari i tokës, u nervozu shumë edhe e mbyti devën që ishte duke kullot aty. Pronari i devës, duke e sulmu prej nervozës këtë personin, e mbyt. Ka orë në transmetime, ka diu gjykatësia i asaj kohe, i thot për derisa e ke mbyt këtë person, duhet mbytësh. Ky person i thot, a më lejoni vetëm 3 ditë shkoj tek familja, sepse e kam një pasuri të groposur në tokë, ata nuk e din. T'ju a jap atyre që të shërbehen me të dhe do të kthehen tek ju. Gjykatësi dhe askush në atë vend nuk po e njeh te këtë person. Dhe i thonë, nëse kina i kush që të zavendëson ty nëse s'kthehesh me mbyt atë, po, për ndryshe nuk lëshojmë. Ebu Dher el-Ghifar, një sahabi i madh, thot unë do t'jem ai i cili e zavendësoj këtë nëse ky nuk kthehet. Dhe ky person shkon. Gruaja ati i thot, mos shko, sepse Ebu Dher el-Ghifari, sahabi i madh, nuk do ta mbysin. Ti ek, lirohu bile ti mos mbytësh. Nuk e mbysin sahabiun e madh. Edhe ky fillojnë dyshimet, po unë i premtova ati që do të kthehen. Para mendo me thy këtë premtim, a i mbytët. Allahu ka thonë, ata që e mbojnë premtimin janë personat xhenetit, më mirë të shkoj dhe e fitoj xhenetin. Dhe kthehet ky person. Pas 3 ditë kthehet. Dhe gjithë ata çuditën. E pat mundësinë me ik, por jo, erdhi. Gjykatësi e pyet dhe i thot, çka të bani ty që me u kthy?
ky person thot u ktheva por mos me dal para Allahut me thyerje të premtimit, mos me dal para Allahut me mos mbajtje të fjalës. Dhe u ktheva që mos me thonë njerëzimi pas ka humb emaneti, fjala, premtimi tek muslimanët. Dhe si rezultat i kësaj, gjykatësi jep leje dhe e liron atë. Prandaj, nëse na e marrim fjalën, do të kemi shpërblime edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Nëse na nuk jemi të fjalës, nuk jemi të besës, i mashtrojmë të tjerët, do të kemi ndëshkime edhe në këtë botë, mos bereqet edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum.